Ta adhurosh Allahun xhaleshanuhu i nderuar i vëlla është adhurim. Po ta adhurosh Zotin e madhruar sikur ti e sheh ata, kjo është e moral. Edhe kur ndërthuret adhurimi me moralin, atër vjen vepra në mënyrën më të mirë. Të gjithë e dini hadisin e Gjibrilit, kur Gjibril emini erdhi ke Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe e pyeti: o Muhammed, në prezencën e shokëve të Muhamedit alayhi salam, Gjibrili e pyet pejgamberin e Zotit, e sahabët habitën kush është ky njeri që e pyetur të dashurin e Allahut me këtë pyetje. Tha mel islamu, çfarë është Islami? I cekën 5 kushtet. Islami është shahadeti, namazi, agjerimi, haxhi dhe zekati. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i përgjigjet Gjibrailit. Gjibrail emini përsëritje pyetën se mel imanu, çfarë është imani? Pejgamberi alayhi salatu wassalam ja cekën 6 kushtet e imanit. Shokët e pejgamberit alayhi salam habitën se si ki njeri merr guximin ta pjesë të dashurin e Allahut. E pyetja e tretë është mel ihsanu, çfarë është mirësia, çfarë është ati e mirë? Thot mirësia është en ta'bud Allahe ka enneke tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ta adhurosh, i bësh ibadet Allahu xhaleshanuhu kurse ti e sheh ata. Por nëse nuk ke mundësi ta shohësh gjatë ibadetit, atër bëhu me bindje se Allahu xhaleshanuhu të sheh ti në ibadet. Mirësinë dhe Allahu xhaleshanuhu është që ta adhurosh ata kurse ai të sheh ti. I nderuar i vëlla, mirësia nuk është vetëm në ibadet, por mirësia është në çdo vepër që e vepron. Ta bësh një ibadet, ta veprosh një vepër kurse ti e sheh Zotin e madhruar e Allahu xhaleshanuhu të sheh ti. Kur veprat dhe adhurimet krihen me këtë ndjenjë, atër adhurimi dhe vepra e mirë, padyshim që është prej veprave dhe prej adhurimeve tepër të larta dhe të suksesshme, dhe padyshim që me këtë ndjenjë gjatë adhurimit dhe veprave të mira, ne fitojmë kënaqësinë e Zotit xhaleshanuhu, vërtet cilësohemi si njerëz të mirë, dhe në këtë mënyrë jeta jonë në bëhet e qetë dhe e lumtur.